Të në qatë jeta me shpresoj që jeni mirë, kam ardhur Mitrovic edhe po ju tregoj se çka kom vesh sot, ose çka po vesh sot për me dalë në qytet. Që kjo është prej H&M-it, të famshmit H&M. Këto janë gjithashtu H&M. Këtë bluzën e kam Zara, patiket i kam Guessit, vetmet patiket që i kam. Çantën e kam marrë këto, me çto detajet interesante. Syzet i kam prej Bershkës, edhe tash po bohemi gati dhe po dal me mamin në qytet, se gjithë me mamin dal. Ju përshëndes edhe ju dua shumë, edhe shumë faleminderit për mesazhet edhe për komentet e mira, po edhe për mirëpritjen e mirë, edhe veç dashta me ndoni diçka shumë të rëndësishme me juve. Gjatë gjithë kohës, sidomos kur jam në Mitrovic, e kuptoj se sa lehtë është me ja bo ditën dikujna. Mjafton një fjalë e mirë, një përqafim, një ngrohtësi, një kompliment, edhe ty me të ndreq dita, po edhe ty po edhe personit që ti jetoj pas qatë lloj komunikime, se më kanë Mitrovic shumë njerëz, më kanë alë rrugës edhe më kanë përshëndet shumë. Dhe pe kejt njerëzve në përdyqane kur jam të hi, mirëpritjen që janë të ma bo edhe faktin e ngrohtësisë edhe dashnisë që po reflekton në dy anë, thjesht më bën me kuptu që përveç faktit që na në Mitrovic jemi të mrekullueshëm edhe jemi shumë dashtën, është edhe ideja që kur ti mundohesh me e bo dikant lumtur, besëm që qaj energji vjen edhe thjesht bohesh edhe te i lumtur, kështu që bëhuni sa më pozitiv, duani njëri tjetrin, respektoni njëri tjetrin dhe normalisht mundohuni të gjeni të mirën në çdo gjë, në jetë. Tek njerëzit, po gjithashtu edhe tek rrethi juaj. Dhe gjërat që bëni, unë ju përshëndes, edhe ju dua shumë. Miru pafshim!